Ka histori që nisin me investime të mëdha, ka të tjera që nisin vetëm me një ëndër, shumë punë dhe besim se një ditë gjithçka do të marrë formë. Në gjyrë të Librazhdit me skodrave të gjelbërta, ajri të pastër dhe një natyre që e ka ruajtur ende qetësinë e saj, jeta vazhdon të ecje lidhur fort me traditën. Këtu mikpritja nuk është vetëm zakon, por një mënyrë jetese, ndërsa gatimet vazhdojnë të përcjellen nga një brez tek tjetri. Pikërisht në këtë fshat, historia e restorant Fati nisi 25 vite më parë në një barake të vogël. Aso kohë pa luks dhe pa shumëndësi, por me duart e Fatmirit dhe shpresës, të cilët nuk u ndalen asnjëherë përballë lodhjes dhe vështirësive. Sot, nga një ambient i vogël dhe modest, është kthyer në një restorant i njohur ku natyra, gatimet tradicionale, produktet e zonës dhe mikpritja shqiptare bashkojnë çdo ditë banor, turistë të huaj dhe vendas dhe familje të tëra. Unë jam Fatmir Hoxha i fshatit Zyrë. Në fillim të kam mesin 2004, se kam qenë ushtari që 83-85 kam qenë në kuzhinë dhe kam pas pasion. U prishën shtetin nërmare gjithë si zvajti dhe fillova punën që kisha qef, se e kam filluar me i barake. Avash duke punuar, duke ecur, kemi arritur deri këtu. Kjo nuk është vetëm historia e një biznesi, është historia e një familjeje që zgjodhi të ndërtojë të ardhmen në vërlindje, duke kthyer traditën, punën dhe dashurinë për Zyrën në forcën më të madhe të suksesit të saj. E kemi hap me shumë sakrificë të madhe, se nuk ka qenë atëherë në atë kohë, kishte edhe rrugë me fjalë. Jemi përkushtuar punës për çdo gjë që edhe klienti kur të vinë, të ngelet i kënaqur, mos i kish zgënjur. Sidomos Zyra një është një vend turistik që edhe rruga e Gnadja, vinë turistë të huaj, vinë e ndalojnë dhe këtu me fjalë kanë erdhur për të ngrënë, kanë ndetur dhe këtu jashtë, kanë fletur me çadrat e atyre me Përvojën që ka fituar ndër vite, Fatmiri vendosi ta kthente në një biznes të qëndrueshëm në vendlindjen e tij. Nga një ambient i thjeshtë, restoranti u zgjerua gradualisht dhe sot pret familje, grupe turistësh dhe organizime të ndryshme festive. Mi zbukuruar sheshin këtu jashtë, natyrë me fjalë që të rrinë klienti, të ketë hapësirë ka dhe për turistët, për tobolina që rrinë. Po, dhe brenda kemi menduar që të kemi që bëjnë ditëlindje, fejesa, edhe gjëra të përgëzime për çdo gjë. Ju përgjigjemi të gjithëve klientët. Një rol të rëndësishëm në këtë histori ka dhe bashkëshortja e tij, Shpresa Hoxha. Prej 25 vitesh ajo përgatit gatimet tradicionale të zonës, duke ruajtur recetat dhe mënyrat e gatimit të trashëguar ndër breza. Në kuzhinën e restorantit përgatitet tava, byrek të bërë me dorë, të gjitha gatimet e mishit dhe shumë specialitetet të tjera karakteristike të zonës së Librazhdit. Gatimet tona tradicionale është që ke buka e shtëpisë bëjmë vetë, ke byreku, ke buka e misrit, ke kulaçi me sot, ke përgesat, ke djathi dhis, ke veza e fshatit me fjalë që përdoren dallti, djathi me fjalë i përdorim në përgjithsisht, ke mish i keçit, mish qingji, mish biçi, çdo gjë me fjalë që klienti kërkon, ne jemi në mikpritjen e klientit. Një pjesë e produkteve sigurohen nga vetë familja. Perime, zarzavate dhe frutat kultivohen në kopshtin pranë restorantit, ndërsa mishi merret nga blegtor vendas. Këtu jam ke kopshti im, to gjëra që gatuim këtu ke taberna Fati. Mundohemi që çdo gjë që i bëjmë, të bëjmë bio dhe i bëj vetë. Dhe ato gjëra që nuk na ashtu i marrin në fshat, me fjalë kemi vite dhe që punojmë këtu, dhe pulat i mbledhim në fshat, vezët, qumshin, djatin, çdo gjë me fjalë bio. Ndërsa vitet e fundit Zyra është vizituar nga një numër gjithnjë dhe më i madh turistësh, qoftë vendas dhe të huaj. Vizitorë nga Gjermania, Italia, Hollanda dhe vende të tjera ndalojnë në zonë për të njohur natyrën, historinë dhe kuzhinën tradicionale. Vinë turistë të huaj, vinë nga rruga e Gnadja, ne kthehen këtu poshtë ke taverna Fati, vinë gjithmonë. Edhe kur vinë gjatë beharit, i kemë merr vetë matën atje, qytet djathtë, i dhis, kose të gjitha. Ju mi presim të gjithë me dëshirë të taverna Fatit të kënaqen krejt. Kanë qenë anglez, kanë qenë nga Rusia, kanë qenë me fjalë nga Gjermani, me çdo shtet kanë qenë. E për të përgjigjur kërkesës për akomodim, familja ka planifikuar ndërtimin e 5 shtëpizave prej Truri. Projekti po ndiqet nga djali i familjes Andi Hoxha, i cili synon ta zhvillojë më tej biznesin dhe ta lidhë atë me turizmin rural. Ne tashi planin, veç kësaj që kemi këtu, kemi planët të shtojmë në një 5 bujtina për fshatit, ose një fshat i bukur me fjalë, edhe nuk i humi traditat e fshatit, do t'i ruajmë të akoma t'i zhvillojmë më shumë, nga që vinë dhe turistë e Gnadja është rruga lartë në Gnadja që vinë, edhe është një pikë këtu që ne do të bëjmë që të duken dhe të gjithë pjesa e Zyrës me fjalë që ka bukurinë e vet.
Një nga pikat historike që lidhet me Gjyrën është edhe Via Egnatia, rruga e lashtë që për shekuj me radhë shërbeu për lëvizjen e ushtarëve, tregtarëve dhe ushtrive. Gjurmët e saj dhe historitë që janë përcjellë ndër breza përbëjnë një tjetër mundësi për zhvillimin e turizmit në zonë. Gjyra ruan gjithashtu festat dhe zakonet e saj. Në kohën kur po xhironim këtë reportazh, në fshat po përgatiteshin të festonin festën e Gjyrës. Banorë dhe emigrant kthehen në vëlindje, familjet bashkohen dhe organizohen aktivitete me këngë, valle dhe gatime tradicionale. E po ashtu dhe në restorant Fati, tradita shoqërohet me muzikën e zonës. Këngët e interpretuara nga Muhamet Monalla janë pjesë e atmosferës së krijuar për vizitorët. Për banorët ato përfaqësojnë kujtesën, historinë dhe mënyrën e jetesës në këtë zonë. Çungrita dhe jera me katër dëna jo miste kizë moj qupe dremisje në vate Çungrita dhe jera me katër dëna jo miste kizë moj qupe dremisje në kishë zënë, dremisje në vajtë, mua po me prisje qupë, apo prisje tjartë. Familja Hoxha synon të zgjerojë aktivitetin por pa ndryshuar identitetin mbi të cilin është ngritur restoranti, gatimet tradicionale, produktet vendase dhe mbi të gjitha mikpritjen. Është historia e një familje që përmes punës dhe sakrificave ndërtoi biznesin e saj në vëlindje dhe tashmë kërkon ta përsëritë këtë përvojë tek brezi i ri. Ju ftoj të gjithëve këtë taverna Fati për të erdhur të shijuar dhe të provuar këto ushqime bio. Ju më presim, mirë se do vini. Në Gjyrë, historia, natyra dhe kuzhina tradicionale bashkohen në një ofertë të vetme turistike, ndërsa restorant Fati mbetet një prej shembujve se si një biznes familjar mund të zhvillohet duke ruajtur lidhjet me zonën dhe traditën e saj. Ju ftoj të gjithëve të përjetoni një fundjavë ndryshe, ku tjetër, përveç se në Gjyrë te Fati.